Dhe sa thejë, do me thonë që është kombëtarja e fortë edhe federata e lunë rolin e madh. E thejë çështu? Okej, veç po duhet ta shpjegoj. Do shkput këtu, nuk është shumë. Jo, veç po duhet të tregoj që këto shkojnë në zinxhir, pro. Çto për shkak të repikës. Shkon në zinxhir se kujt i konvenon dështimi i kombëtarës. Kryetari për çit kampionat që e përzgjedh selektor. A dinte që është ekskluzivitet i federatës edhe konkretisht i kryetarit federatës me konsultim me anëtarët e komitet ekzekutiv. E bën konsultim se bën ai veti. Jo, ajo është e presidentit ekskluziv. Po. Një, e dyta, prurjet e lojtarëve të ri, si në Brazil, si në Kosovë që atje është i organizimit, domethënë organizimit brendshëm të federatës. Domethënë federata, mos flasim për gjëra tjera organizative çka janë. Po gjitha federata ti duhet diçka tjetër. Unë kesh të fol diçka tjetër. Krejt po pajtona me ty. Unë fola për çit kampionatin që ka më majt. Kontoria më e fortë edhe kolimi. Po unë fola për çit kampionatin që ka më majt në Amerikë, në Kanadë dhe në Meksikë. Ja, për to që është afër. Për tonë të kuptova shumë mirë the. Që kjo nuk e ndikan, se kështu përgjithësi, mos të shkon çfarë nuk ish dashur me ekzistojë. A di çka kishme qenë mirë edhe ministria jon. Mi qetësu këtu sene, bashkë në këtë kohë që shtash që e tha dhe Visori, e thamë edhe gjithë, mi qetësu këtu gjëra, me lanë Federatën e Futbollit të Kosovës me vazhdu rrugtimin. Që shë kalon gjithmonë, gjithë po me lonë, po ligjë o ligjë. Mirë, ligjën, masë të kryet ndeshjet, në qëse ka, në sen, kryet kuvendi, ka par regullësim, mas pari UEFA dhe FIFA, e monitoron edhe nga të regon që kena probleme, mas ne le del edhe ministria, le të kena, po ju pa pas as një fakt, edhe pa kur gjë është të bëthu kirifekte. Ai kirifekti pi bjen, ai termi dhe t'i bjen si mashtrim. Që ai kirifekte.